Tani do të shkojmë tek Melia Resort, aty ku festa nuk është vetëm një ditë, por një ndjesi që zgjat. I gjithë hoteli ka marrë ngjyrimet e festave ku çdo hapësirë, kënd apo ambient është i kuruar me detaje për t'i shtuar festave tuaja më shumë kuptim. Do të shkojmë të shohim nga afër magjinë e Melia Resort, surprizat që Melia sjell për festat dhe nëpërmjet vizitës time aty, ju do të kuptoni se vetëm në Melia do të krijoni kujtime të përjetshme. Melia është një eksperiencë që përjetohet e plot. Sa po hapen dyert e resortit, ndjen një aromë parfumi që të shoqëron kudo. Është një muzikë e qetë e relaksuese, kudo ku het syt ka një kënd të bukur për të admiruar. Stafi dhe shërbimi në lartësinë e duhur që kujdeset për çdo detaj në çdo moment, sapo t'i kthen kokën. Sot do t'jem me Klevisën për të treguar për mikpritjen e Melia. Klevisa, mirë se të gjej. Përshëndetje Bruna, mirë se na erdhët. Shumë kënaqësi sa herë kthehem në Melia dhe veçanërisht në këtë periudhë të vitit ndihet ngrohtësia e festave në çdo kënd e në çdo ambient. Dekori është i përzgjedhur me shumë kujdes, është i personalizuar dhe është çdo vit i ndryshëm. Për të bërë festat çdo vit të veçanta po dhe ndryshe nga ajo e vitit të kaluar. Melia të zgjon të gjitha shqisat, por është në të njëjtën kohë edhe një ambient jashtëzakonisht të relaksues. Kjo është arsyeja që e zgjedhin veçanërisht familjarët. Kjo është e vërtetë. Në fakt, kemi facilitetet për të gjithë familjen, ku të gjitha moshat gjejnë veten. Duke filluar nga fëmijët, që kemi Kids Clubin, me aktivitetet ditore, por me aktivitete akoma më të veçanta dhe të personalizuara, sidomos në fundjava, aq më tepër kur ne jemi në periudha të veçanta, siç janë festat e fundvitit apo çdo festë tjetër që ne kemi gjatë vitit. Prindrit me fëmijë e kanë të domosdoshme kur shkojnë në një ambient të ketë një vend që i dedikohet të vegjëlve të tyre, ku ata të kalojnë një kohë cilësore dhe nëse sheh ambientin e dedikuar fëmijëve, ku gjithçka është kaq e gëzueshme, një ekip profesionist që kujdeset për ta, prindrit mund të shijojnë të gjitha ambientet e tjera, të cilat nuk janë të pakta. Kujdesi që ne japim fëmijëve i jep mundësinë edhe të rriturve që të marrin eksperiencën e plot dhe eksperiencën më të bukur nga Melia. Melia ofron ambiente të veçanta që janë për të gjithë familjen, ambiente të veçanta që janë vetëm për fëmijët dhe ambiente të veçanta që janë vetëm për të rriturit. Dhe këtu është fiks lidhja që bëhet me aktivitetet e fëmijëve. Ne krijojmë aktivitetet e fëmijëve, kemi stafin që kujdeset për ta, për t'i dhënë më shumë hapësirë prindërve për të shijuar edhe ambientet që janë vetëm për të rritur. Siç janë ambientet e spas, një pjesë e mirë e spas është vetëm për të rritur, për t'i dhënë mundësinë klientëve që të marrin të gjitha të relaksin e nevojshëm, dhe të bëjnë atë shkëputjen totale nga përditshmëria për të marrë të gjitha benefitet e spas. Pastaj kemi patjetër lounge, të cilat janë vetëm për të rritur, edhe atje për të marrë të gjithë relaksin edhe kohën që prindërve i duhet për veten e tyre. Qëndrojmë për një moment në ambientet e zonës së relaksit, në ambientet e zonës spa. Edhe më trego pak për shërbimet që ofrohen. Melia ka një bashkëpunim me Bamboo Spa, e cila është një nga më të mirat që ne kemi në vend. Dhe shërbimet që Bamboo Spa ofron në Melia janë të shumëllojshme, duke filluar që nga sauna, biosauna, duqet emocionale, dhomat e kripës, dhomat e akullit, jacuzzi, pishina e brendshme, por gjithashtu kemi edhe palestra. Dhe përveç kësaj ka edhe pishinë. Po, ne kemi pishinën e brendshme, e preferuar dhe dëshiruar në këtë periudhë të vitit. Patjetër, në fakt ajo është një nga highlightet e periudhës së dimrit dhe pishina jonë e brendshme lejon të gjitha grup moshat. Pra jep mundësi familjes që të shpenzojë kohë së bashku. Pastaj kur vjen ai momenti që prindërit duan atë privatësinë, që kalojnë pak kohë vetëm, kalojmë tek zona e jacuzzi, dhe cila është vetëm për të rritur, është pak më relaks. edhe mund të shijojnë kohën që kanë për veten e tyre. Mbrëmjet e fundjavës janë shumë të veçanta në Melia. Ne përpiqemi që çdo mbrëmje të jetë e veçantë në mënyrën e saj.
Por mbrëmjet e fundjavës janë ato cilat marrin atë peshën kryesore. Mbrëmjet e fundjavave zakonisht ne I kemi me muzikë live, me këngëtarë të ndryshëm, qoftë shqiptar apo të huaj. Sa bukur. Po, janë edhe kërkesa specifike që ne kemi kur kemi edhe organizime me grupe specifik. Emilia është në vitin e saj të tretë, pra ne mbyllëm sezonin tonë të tretë dhe ne tashmë kemi klientelën tonë dhe duke krijuar klientelën tonë, ne para shumë kuptojmë edhe kërkesat e klientelës tonë, ndoshta edhe pa pasur ata nevojë që ta thonë me zë kërkesën e tyre. Mbrëmjet janë të veçanta, kuptoj patjetër që janë artistë të njohur ata që vinë edhe performojnë. Për fëmijët? Për fëmijët, artimi I tyre nis më herët. Patjetër, artimi I fëmijëve nis që në mëngjes. Që në mëngjes nis një luftë me prindrit që do ham një mëngjesin, pastaj do shkojmë te Kids Clubi dhe kjo vazhdon gjithë ditën. Por gjithashtu edhe aktivitetet të fëmijëve ne mundohemi t'japim një rëndësi të veçantë gjatë mbrëmjeve për të krijuar pikërisht atë çka ne përmendëm pak më përpara, t'japim atë hapësirën prindërve që të shijojnë muzikën live, sepse kryesisht muzika është e lartë edhe është kryesisht një ambient për të rritur. Kështu që zakonisht ne do t'i shohim ndoshta pak më vonë sallat tona. Me shumë kënaqësi. Tek sallat që janë afër njëra tjetrës, ne mundohemi që në njërin prej tyre të kemi aktivitetet e fëmijëve, që të jenë edhe pranë prindërve, por edhe aktivitetet të jenë me tematikat e tyre, edhe secili të shijojë eksperiencën e duhur. Ata që përjetojnë eksperiencën e Melia, dëshirojnë të kthehen e të rikthehen gjithmonë. Kjo është e vërtetë. Ne kemi klient që kemi nga viti I parë, që janë klient besnik tanë, kemi klient të rinj, kemi klient të sugjeruar, kemi klient të zonës, kemi klient që vinë nga jashtë për të shijuar eksperiencën e Melias. Ky është një tregues I shërbimit edhe I cilësisë, I mënyrës se si punohet këtu në Melia dhe se si trajtohen mysafirët. Duke qenë si të tillë që e zgjedhin çdo ditë të javës e veçanërisht fundjava është një moment shumë I rëndësishëm, por është edhe mundësia e gjithë secilit për të shkputur nga e përditshmja, nga rutina, për të qetësuar me familjen. Jemi në këtë periudhë të vitit ku të gjithë do të festojnë. Dhe ju keni ambiente të dedikuara për festën. Ne në Melia patjetër mundohemi që çdo festë t'i japim rëndësinë e duhur, por këto janë ato festat më kryesore të vitit, ku ne kemi ambiente dhe evente specifike për të shijuar maksimalisht nga të gjitha grup moshat. Do t'i shohim ambientet nga afër? Patjetër, le të shkojmë të shikojmë të gjitha ambientet. Levisa, po e ndjej që tani atmosferën e festave që do të organizohen këtu. Çfarë salle, me shumë përkujdesje edhe shumë elegancë. Është e vërtet në fakt. Këtu në Melia Durrës, sezoni festiv merr një tjetër shkëlqim. Festat e fundvitit janë momenti ideal për të krijuar kujtime të paharrueshme, për të festuar sukseset e vitit dhe për të ndarë emocione me kolegë, partner apo familjar. Sallat tona të eventeve ofrojnë ambiente perfekt për çfarëdo lloj feste, nga darkat gala dhe eventet e korporatave, deri tek festat private dhe mbrëmjet festive me stil. Siç ne dhe e cekëm pak më parë, këtu çdo ambient është I dekoruar në detaje për të sjellë atë ngrohtësinë e atmosferës së festave të fundvitit. Ndihet në çdo element. Por le t'i marrim me radhë, sepse që të organizohet një festë e bukur, së pari është I rëndësishëm ambienti, që ne po e shohim, dhe më pas njësoj I rëndësishëm mbetet edhe niveli I shërbimit. Janë disa elemente të cilët punojnë së bashku për të realizuar atë produktin final, atë festën që për cilën kanë ardhur të gjithë. Për këtë periudhë të veçantë, ne kemi krijuar gjithashtu një menu të veçantë me 7 shije kryesore, dhe është e krijuar me detaje nga shefa tanë ekzekutiv spanjoll. Çdo pjatë është menduar që të sjellë shijen, cilësinë dhe kënaqësinë për të gjithë familjen, e shoqëruar nga një shërbim profesional dhe I vëmendshëm.
Melia është e njohur për shijen e ushqimeve, të ushqimeve tradicionale shqiptare, të ushqimeve ndërkombëtare, gjithashtu kuzhina është e vlerësuar dhe ha mendsoj se si do të jetë shija e këtyre 7 pjatave që do të shërbehen në këto evente festive. Gjithashtu një nga pikat më të forta dhe identifikuese të Melias është shërbimi, i cili është profesional dhe i standardeve më të larta. Të flasim pak për argëtimin, për mënyrën se si organizohet në Melia? Një nga pikat më kryesore të festave. Mysafirët tanë do të shijojnë një program argëtimi të pasur me detaje, duke filluar nga muzika live, tek DJ, tek performancat e baletit, tek lojrat dhe aktivitetet e ndryshme, tek surprizat, tek lojrat shpërblyese dhe shumë aktivitete dhe detaje që ta bëjnë atmosferën akoma më magjike. Një program kaq shumë i pasur dhe i larmishëm. Dhe salla në të cilën ne ndodhemi tani nuk është e vetmja ku organizohen festat në Melia. Jo, në këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, do të kemi plot 3 salla ku do të organizojnë festat e fund vitit. Secila me të veçantat edhe të përbashkëtat ndërmjet tyre. Levisa, nga gjithçka sa më tregove, jam e bindur se këtu do të organizohen festat më të bukura. Për të gjithë ata që duan të rezervojnë për mbrëmjet festive të Krishtlindjes, të Vitit të Ri, apo edhe festave të korporatave, si mund t'ju kontaktojnë? Atëherë kontaktet tona janë të shumta, duke filluar nga aplikacioni i Melias, tek webi, tek faqja jonë zyrtare, tek rrjetet sociale, si dhe tek numrat tonë të telefonit. Ne tani jemi duke u përshëndetur, por ajo që më bën përshtypje në Melia sa po hyn, është mënyra se si të mirëpresin, me dorë në zemër. Kjo është e vërtet. Në fakt, Melia është një eksperiencë që në momentin që ti hedh hapin e parë brenda në resort, duke filluar që nga aroma e saj unike, tek ndriçimi i cili është i përshtatur për çdo orar të ditës, por më kryesorja është dora në zemër, e cila është standardi i Melias, ku tregon që klienti është zemra e hotelit. Në Melia, festoni fundvitin me stil, shije dhe emocione.